Dhe nga ana tjetër dua të dini se kjo nuk është një mirënjohje me fjalë, por është një mirënjohje dhe respekt që ne jemi përpjekur të vazhdojmë të përpiqemi ta shoqërojmë me mbështetje konkrete. Prandaj kemi punuar çdo vit, si edhe këtë vit, kur edhe kapaciteti i zjarrfikseve është rritur dhe do vazhdoj të rritet, për të investuar në logjistik, për të investuar në pajisje, në trajnim, në koordinim, që ju të jeni gjithmonë më të gatshëm deri në detaje profesionalisht, dhe prandaj të vazhdojmë të investojmë në modernizimin e shërbimit, të mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit, për kushte më të mira, për forcimin e bashkëpunimit me partnerët dhe sigurisht edhe për pagën tuaj. Këtë herë unë i kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë së Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra, dhe në ndërkohë ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë gjithë gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë me një herë,